Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që pinë kafe me stomakun poshtë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Një filxhan kafe në mëngjes mund të mos jetë mënyra më e mirë për të filluar ditën tuaj. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar filxhanin tuaj të kafes është mëngjesi vonë midis orës 9:30 dhe 11:30 të paradites. Ja disa nga efektet që mund të ketë në trupin tuaj kur e pini atë me stomakun bosh. Ju mund të ndjeheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj, sapo të dilni nga shtrati, mund të ketë efekte të kundërta. Kafeina dyfishon nivelin e hormoneve të stresit dhe mund të çojë në probleme me gjumin, gjë që rezulton në lodhje. Nëse filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndjeheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që niveli i glukozës në gjak të bjerë, gjë që rezulton gjithashtu edhe në mungesën e energjisë, gjithashtu edhe të ankthit. Trupi juaj mund të humbasë mineralet thelbësore me shpejtësi. Pirja e dozës suaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mund të bëjë që të humbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotojë thithjen e ekurit, magnezit dhe vitaminës B, të cilat janë jetike për sistemin tonë nervor. Shumë kafeinë gjithashtu mund të nxjerrë kalciumin nga kockat, duke i bërë ato më të dobta dhe më të brishta. Mund të qetësojë stomakun tuaj. Ndërsa pija juaj e dashur mund t'ju ndihmojë të zgjoheni në mëngjes, ajo gjithashtu mund t'ju japë dëshirën për të përdorur banjon më shpesh. Në fakt, disa ekspertë mjekësor madje rekomandojnë pirjen e kafes si një mënyrë për të përgatitur për provime të caktuara. Kafeja aktivizon sistemin tonë nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mund të shkaktojë diare. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumshtin ose kremin në filxhanin e tyre të mëngjesit dhe për shkak se shumica prej nesh kanë vështirësi të tresin laktozën, kjo mund të shkaktojë gjithashtu shqetësimet në stomak. Mund të çojë në shtimin e peshës. Edhe pse kafeja e zezë mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mund të prish modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën të ndjeheni më të uritur dhe keni më shumë dëshirë për meze të ëmbla. Shumë pije kafeje, si të përzierja të njohura si ëmbëlsira, janë të mbushura me sheqer dhe kalori, mund të shkaktojnë gjithashtu shtim në peshën tuaj. Mund të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bën që të përdorni banjon më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidratoheni, është e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës suaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme si rrullat e parakohshme. Mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë që qelizat tuaja të rregullojnë sheqerin në gjak, i cili mund të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mund të çojë në shtimin e peshës dhe madje të rrisë rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Ndaj duhet të tregoheni më të kujdesshëm me pirjen e kafes, sidomos me stomakun bosh. Shqiptarët janë konsumatorë të mëdhenj të kafes, dhe këtë e tregojnë edhe të dhënat e importuara, sidomos nga sasia e kafes. Ndërkohë të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se shqiptarët tashmë konsumojnë mesatarisht 3.1 kg kafe në vit. Kafeja zakonisht pihet në mëngjes dhe ky është rregulli i përgjithshëm dhe i pashkruar. Ka shumë konsumatorë që e pinë kafen me stomakun bosh, gjë që sipas ekspertëve të shëndetit është një gabim i madh. Të dhëna shkencore tregojnë se pirja e një filxhani kafeje me stomakun bosh shkakton organizmit dëme të konsiderueshme. Kur stomaku është bosh, kafeja çliron acide hidroklorike që rrugëtojnë në të gjithë sistemin tretës. Ky acid është i papërpunueshëm dhe agresiv për stomakun. Kafeja është e rëndë për stomakun dhe shkakton vështirësi me tretjen kur konsumohet ensëll. Kur këto të fundit nuk treten dhe shpërbëhen si duhet në sistemin tretës, i çelin rrugën shumë problemeve shëndetësore. Këto probleme janë irritimi i mukozës së stomakut, fryrje, inflamacion të zorëve, madje edhe shtimi i qelizave të dëmshme në aparatin tretës. Për të gjitha këto arsye, ekspertët ngulin këmbë se kafeja nuk duhet të pihet me stomakun bosh.
A do thonë se ngrënia e mëngjesit është shumë e rëndësishme për njeriu dhe organet e trupit. Për më tepër, ekspertët sqarojnë se kafeja në mëngjes me stomakun bosh rrit nivelin e kortizolit me shpejtësi. Më pas organizmi ka nevojë për shumë kohë që të kthehej në gjendje normale. Pirja e kafes përpara mëngjesit rrit nivelin e aciditetit në stomak duke shkaktuar jo vetëm fryrje, por edhe të vjella. Ekspertët thonë se periudha më e mirë për të pirë kafen është rreth 1 orë pas zgjimit. Gjatë kësaj kohe ju duhet të konsumoni ushqime të shëndetshme dhe më pas t'i dorëzoheni kënaqësisë së kafes. Megjithatë, nëse ju keni nevojë të pini kafe përpara se të hani mëngjes, sigurohuni së paku të shtoni pak qumësh dhe të shoqëroni me një biskot për të zbutur ndikimin e dëmshëm të kafes që mund ta ketë në stomakun tuaj. Një kafe e fortë pas një gjumi të dobët është ajo që shumë njerëz kanë nevojë për mëngjes. Por një studim i ri sugjeron se mund të jetë më mirë që të hani diçka më parë dhe më pas të konsumoni kafen. CNN shkruan se, sipas studimit, pirja e kafes përpara se të hani diçka mund të ketë efekte negative në kontrollin e sheqerit, një faktor i lartë i rrezikut për diabetin dhe sëmundjet e zemrës. Ne e dimë që gati gjysma prej nesh do të zgjoheshin në mëngjes dhe para se të bëjnë ndonjë gjë tjetër, do të pinë kafe. Në mënyrë intuitive, sa më shumë të lodhur të ndjeni, aq më fort është edhe kafeja, citon profesor James Betts, profesor dhe bashkëdrejtori i Qendrës për Ushqyerje. Për studimet e tyre, studiuesit e Universitetit Bath morën 29 burra dhe gra të shëndetshme për të marrë pjesë në 3 eksperimente të ndryshme brenda një nate. Pjesëmarrësit kishin një gjumë normal natën, afërsisht nga ora 11 deri në orën 7 të mëngjesit, dhe ju kërkuan të konsumonin pije me sheqer gjatë zgjimit në mëngjes. Ata më pas përjetuan një gjumë të ndërprerë gjatë natës, ku studiuesit i zgjuan çdo orë për 5 minuta duke dërguar mesazhe me tekst të cilët u duhet të përgjigjeshin pas zgjimit dhe ju dha e njëjta pije me sheqer. Në një natë tjetër, pjesëmarrësit përjetuan të njëjtën ndërprerje gjumi, por kësaj here ju dha një kafe e zezë e fortë 30 minuta përpara se të konsumonin pije me sheqer. Pija me glukozë pasqyroi të njëjtën sasi kalorish si një mëngjes tipik. Ata zbulojnë se nata dhe gjumi ndërprer nuk i përkeçon përgjigjet e glukozës në gjak dhe insulinës kur krahasohet me gjumin e natës normale. Sidoqoftë, kafeja e zezë e fortë e konsumuar para mëngjesit arrit të ndjeshëm reagimet e glukozës në gjak me të paktën 50%. Të zgjohesh në mëngjes dhe të rëmbeni me shpejtësi kafen tuaj të preferuar nuk është një zgjidhje e mirë. Një grup studiuesish nga Universiteti Nevada Reno zbulojnë se dhumi kafes mund të përdoret edhe si bionaft. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj, sapo të dilni nga shtrati, mund të ketë efekte të kundërta në imunitet, duke ndikuar gjithashtu edhe në përkeçimin e niveleve tuaja të ankthit. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i jep trupit tuaj një efekt nervoz dhe madje mund të shtojë ankthin të disa njerëz. Mund ta thajë shumë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bën të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidratoheni, është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës suaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme si rrudhat e parakohshme. Mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë që qelizat tuaja të rregullojnë sheqerin në gjak, i cili mund të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mund të çojë në shtim të peshës, madje edhe të rrisë rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë të mos e teproni me pirjen e kafes, pasi efektet e kundërta stimuluese mund të ndikojnë drejt për së drejti në imunitetin tuaj. Ndaj, përpara se ta konsumoni atë, duhet të gjeni edhe kohën më të mirë, që këshillohet gjithmonë pasi të keni ngrënë diçka. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.